Kalojmë në Kosovë, raportuesja e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Lirinë e Besimit Asma Jahangir tha sot në Prishtinë se Kosova ka një shkallë të lartë të tolerancës fetare që nuk është dëmtuar shumë as nga pasojat e rënda të luftës. Ajo bëri këto komente në përfundim të një vizite për mbledhje faktesh. Rezultatet e vizitës së saj do të përfshihen në një raport të posaçëm për Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Raportuesja e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Lirinë e Besimit Asma Jahangir u bëri thirrje sot qytetarëve të Kosovës të ruajnë tolerancën fetare, duke nënvizuar si një frymë të tillë ka parë Çartazi gjatë vizitës së saj disa ditëshe në Kosovë. Që nga 5 maj ajo ka vizituar Prizrenin, Gjakovën, Deçanin e Graçanicën, ndërsa është takuar me përfaqësues fetare e politik të vendit. Në përmbyllje të vizitës së saj, ajo tha se fakti që 90% e popullatës në Kosovë i takon besimit musliman nuk ka ndikuar në tolerancën ndërmjet njerëzve. People are easy about religion. People are accommodating about religion. And this is where you build your foundations. Njerëzit në Kosovë kuptojnë lehtë dhe përshtaten lehtë me secilin e religion dhe këtu qëndron forca e kësaj shoqërie, tha zonja Jahangir, e cila do të hartojë një raport për Kombet e Bashkuara lidhur me faktet e mbledhura gjatë vizitës së saj. Ajo buri theksin në gjendjen që ka përjetuar Kosova gjatë kohës së konfliktit kur shumica shqiptare kishte pësuar në regjimin e Slobodan Miloševićit. According to my experience, healing comes through justice rather than through revenge or reprisal. Nga përvoja e di se shërimi vjen nëpërmjet drejtësisë dhe jo hakmarrjes së dhunës, ajo duke nënvizuar se ngjarjet e marsit e vitit 2004, ku një pjesë objekteve fetare ortodokse ishin dëmtuar rënd, por ajo tha se tash në raportin e saj do të përfshijë edhe faktin se këto objekte janë rindërtuar apo janë në fazën e rindërtimit. Një nga mekanizmat e avancimit të tolerancës fetare është dialogu i mirëfillt brenda fetar dhe ndërfetar, në veçanti për trajtimin e çështjeve kundërthënëse, të cilat udhëheqësit fetar mund të zgjidhen nëpërmjet bisedimeve dhe jo përplasjeve, tha ajo. Në këtë kuadër ajo bëri thirrje për një qendrim me bashkëpunues posaçërisht udhëheqjes së kishës ortodokse serbe në Kosovë, që ka mbajtur qendrim kundërshtues ndaj përfshirjes së autoriteteve të vendit në rindërtimin e objekteve fetare. Raporti i saj do debatohet në takimin e radhës së Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.